Bravo. Qa për ta kaloj? Pa diçka si në. Në Kosovë kena përzi role. Gjarrohi, pigroj aeroplanit, piloti për basunet, e përshajtë kana shmak. Tash po këthe, a shikon film, a shka film a shikon? Në këtë kohën ku smirë është me volumtime, që shështë të vetë që ka me tash më duhet me të kaldu me të rajt pak. Na i kemi, dhe më thonë, 2 televizora, nusja ime është shumë pasionante madhe filmet artistik. Pa është shumë interesant që mu filmat artistik vesh në kinema i shikoj, edhe shikoj vetëm film dokumentar. Jam... Explorer, a? Jo, s'di shka unë Explorer, po film. Kanalin dhe? Po. Ka shumë dokumentar atë. Dhe më thonë shikoj, filma, muj me të thonë cëlle film e kum po me 10 herë, është një film Michael Collins, që quhet, ka fitu shumë çmime Oscar, film artistik, ai që ka kriju Irën irlandeze, i përnxon shumë figurës të Adem Jasharit, edhe kam shiku për shembull Braveheart, unë e kam qaj dhe më thonë, e këtë kategorit filma... Përsëritën e shqiptarë, titujt, për shembull i kam shumë defekt, emrat e njerëzve i kam shumë defekt, si për pës di kam po më falë ti ku punon dje që për rajnë që e në gjosë, se njo. Që ka dhe mu me të më thonë besim, po hajtë s'pja prishi. Që që film dokumentar shkaj. A kohën e dire e kaloj shumë të shëtit, jam pasionant të notit, po fatkesisht u skiku me notë skiku me lëvës me përcar. Ai, me rëmëmend kur ka shku apion në ndejtë, ta shka për sinonin, ta i kësh pas fut kroj me djathë, se kjo knaqë se kur si e lot, ju lokuj me përcar. Edhe, tash kjo Drenicoki ka vinë këta dugagjinit me shqit peshqja. Dhe njome ti bjenë komorana të një peshka dhe kure merë Drenicoki peshkun, sa përset loj lala, ashtë hut, asor, dhe ka menu me i shpendë dhe... Qfar peshki si hut? Që po mërë e të në fillima, jo? Për Gjakovar... Në fanë të shka ta gronë lakë, sa? Jo, ndonë do bërë... S'ke për Gjakovar, a ke projekti? Ja. A e bërë reklam vetis, gëti? Dënë me do birra të reja besem. Birra të Gjakovës Shqipje, po që qelen për masë, nësë me tosë në lojë me... Po menoj për mazbuke. Arabert nësë menove ti naj... Po sa i bëth prapë me nda. Ne, muzik, a ndëgjoj muzik? Ndëgjoj shumë muzik letë, edhe është shumë interesant, ndëgjoj edhe muzik të uj, më pëlqen tash, kam jëdu besimit që di që për më pëlqen opera, bile kur vdis Pavarotti, ajo nusja ime e banë edhe një emision muzikur në Radio Kosovë, e po më fletë një 5 minuta për Pavarotti, në thash libre se më pas dek shku ta shëritja isha mërzita, dhe tash kusha Pavarotti, më thati katunare, primitiv, thash vremore, po kur kumpon në opera të si e ko e leme. Muzik me qiftelia dhe me tregu, kur otoj natën, me bo zoti vaki me lëshu muzik me cifteli si me pi kokain dhe lëgjume. Në Drenica e kemi postë në rekonushëm sa një dhe Bajrami. Po, vis kam e kalzu për muzik me cifteli mak me në histori që ma ka të regu Murat Jashari. Tha në Gjermania, që si student, tha që shumë pizza. Të dëmë të me kërë dhe tha me futa një kaset me cifteli ato në magnetofon me Gjerman kë, deja la shta pizza në ati Gjermonit të dera, kë Gjermoni, o Murat, nga, pse pa më pështil kaseta, i që ka një, ka me në që pështil kaseta. Me ty kemë shumë që ka flasim. Dhe tjetë me mision të vetër, ma këtë shpime. Kosë si korruptune. E vëllës po vishe, pra. A shumë në me pagua? Po. Të edhe në pjesën tonë në tash të kvizit, do të lusim që ndërsh me ne, edhe së bashku të da. Po, për në gjellim. Për në me, ju, a dhe pëse ju përgëzoj, se unë e di qëfar sakrificë është me bo një program. Kësha pos dëshirë ndë njerë me bo një dokumentar në prapa skena, për me po publiku se qka jeku në atë shkretit dhe e realizoj një program. Se nështë ata menojnë, po krejt ka lajke, varpune si me prashit kolomaq, ha? Mirë pa shumë në shpirë. Këtu këto për shemë, unë bashkë me mesimin ke
se po shihet e kandidat që po vinë, tash kjo do të jetë një stimulim për kandidatin e radhës, i zverdhën, i kamerat i tutin, dhe shumicës për atyre, po edhe mendja e pak. Edhe tonisti pron Blerimi Kroma tha po ju dëgjohet zemra. Se mikrofoni është zemrës. Mikrofoni dëgjohet pak më ashtu. Do të thotë që profesori nderuar tash ta panik. Jo na për kundra po pra. Profesori çka kam tutaj kam me fitu pare, po ti duhet më tu çka me ty. Po qëllimi është unë dhe kandidati në kanë disa sana të re, jo kush përfishan, Po ti duhet me pos trem edhe ki garant, besim se, na ton rajna kështë stu të para kamere. Bashk fix fare. Une e kum pos ndër me realizu një emision fix fare jashtë këti parrutulla edhe prej toshit publikisht e ke ftesën nga unë i vetëmi njeri që kështë realizu bashkë me mu jeti. Ato 6 vjeqe sinceriteti guximi a i thonë? Na kemi shumë obligim për brezat e ri me bo diçka me rrotullu në tërsi sistemin e të menduarit në Kosovë, edhe krijimin e opinioneve të shnusha. Absolut, absolut. Edhe unë mendoj që 3 gjona shqiptar duhet me i po të shajta. 3 gjona. Duhet me po të shajt fëmit, femrën edhe pleqt. Në që të 3 sane veç rajnë ose të 3 në nëqmujt. Pse? Në shembull? Për shembull, të na fëmit jetojnë shumë keq, fëmit janë terrorizuar prej lajmeve, prind nuk i lejojnë me po filmat vizatumi, thot shuj bre dreq, se qëre lajme çka po thot Hashimi, çka po thot Fatmiri, çka po thot Bill Clintoni, femnën si të shumë të bukur, veç grus tam për shembull në asfalt, me niti çka i thojnë, thaj dit mu kishën ly për mas më të ishën të unë shakacikat e komve. Apo kupton, na shumë femnën jo si objekt të bukurisë edhe të mençurisë, po veç si përkollicë traktori si objekt seksit, edhe pleqt, në besoni mes me në ardhë morën e këshumë rej babalarë. Se ke që trajtojna, mas por e shteti s'ka për kujdesje ndaj pleqve, e dyta ti ki plak që ban në ki 7 muj pe i kreveti në kuquk. 7 muj, ja bojnë fëmive që për gërdit është që për kurve babgjyshi, a rudën, dhe kjo është shumë, dhe me thonë shumë e të mërshme. Për mu janë qëto 3 tema, cilat këshu mujtë shumë sane me bo bashkë. Besim e kif pesë. Pra, hajtë, po, që ti për në ka japë kjo vajza, kështë të prezentu vajzën e kandidatit. Rina Khadiri, pra, koshti dëshirave. Titulli është i mrekullueshëm, pra, koshti dëshirave. Unë shpresoj që këtë fëmijëve të Kosovës ju plotësohen këto dëshirat, edhe pse mina jemi shumë i ri, sqaroj disa gjëra, po vazhdoni që ju si gjenerat e ashpit që të vini, mos t'i bini